Jo, besoj se jam shumë i kënaqur sot dhe më shumë për gjithë Shqipërinë dhe Kosovën. Besoj se është një ditë që duhet të festojmë. Edhe tani duhet të vazhdojmë se kemi edhe 2 ndeshje tjera për të bërë endre realitet. Kështu që sot duhet të festojmë, po që në nesër duhet të fillojmë mendojmë për Andorrën. Po kjo ishte më e vështirë sot se ajo penaltia. Që ajo penaltia na ka lënë pa gjumë dhe na ka lënë 3 minutë pa gjumë, që më na kujton me edhe penaltin. Rëndësi ka që fitum sot dhe ekipi bëri një sakrificë shumë madhe, gjithë lojtarët ishin përqendruar, kemi 7 ditë që e përgatitëm këtë ndeshje shumë mirë. Besoj se patën mundësi në pjesën e parë, por u treguam të fortë gjithë, edhe çunat që lozën dhe çunat që nuk lozën. Besoj se jemi shumë kënaqur sot dhe dua vetëm festoj sot me gjithë njerëzit e mi dhe ekipin. Dha, s'kisha postur kur me Shqiponjën dhe besoj se kjo ishte dita e parë që e festova dhe do kisha bërë dhe 100 tjera me të drejtën. Po kjo Shqiponja do shkojmë botror? Me mirë mos flasim parë, rim me këmbët për tokë, kështu që po besoj se kemi shumë mbas kësaj ndeshje shumë vetë besim për të mundur dhe Andorrën dhe pastaj për luftur me Anglinë.